Kapitulli 6. Fjalë të mrekullueshme, vepra të fuqishme. Edhe sot fjalët e Jezusit depërtojnë në zemrat e njerëzve për shkak të drejtësisë, për ulësisë dhe pastërtisë që ato shpreh. Por Jezusi nuk u kufizua vetëm te të folurit e fjalëve të bukura. Ai nuk u tha dishepujve, ndiqni mësimet e mia. Ai tha, më ndiqni mua. Në të njëjtën mënyrë, besimtarët në Krishtin duhet të tregojnë në jetën e tyre një shembull të drejtësisë, të dashurisë dhe të pastërtisë, jo lakmi për para dhe pasuri materiale, jo dashuri për t'u lavdëruar e nderuar nga njerëzit, dhe asnjë dëshirë për të kontrolluar jetët e njerëzve të tjerë me anë të pushtetit dhe autoritetit. Jezusi është shembulli ynë. Turma të mëdha i shkonin nga pas Jezusit, ndërkohë që zbriti nga mali. Dhe ja tek ju afrua një i leprosur, i cili e adhuroi duke i thënë, o Zot, nëse ti do, mund të më pastrosh. Pasi shtriu dorën, ai e preku duke thënë, dua, pastrohu. Dhe menjëherë lepra ju pastrua. Kur shkoi sërish në Kapernaum pas disa ditësh, u mor vesh që ai ishte në shtëpi. U mblodhen aq shumë njerëz, sa që nuk kishte më vend, madje as përpara derës, dhe ai u predikonte fjalën. Pastaj erdhën e prunë tek ai, një të paralizuar të cilin e mbartin 4 burra. Meqense nuk kishin mundësi që ta çonin te Jezusi për shkak të turmës, ata zbuluan çatin mbi vendin ku ishte ai. Dhe pasi hapën një të qarë, e zbritën shtrojen mbi të cilën derqej i paralizuari. Duke parë besimin e tyre, Jezusi i tha të paralizuarit, birë, të janë falur mëkatet. Por atje ishin ulur disa nga skribët dhe po mendonin me vete, çfarë flet ky kështu? Po thot blasfemi. Kush mund t'i falë mëkatet, përveç Perëndis? Menjëherë Jezusi e kuptoi në frymin e tij se ata po arsyetonin kështu me vete dhe u tha, pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë? Ti thuash të paralizuarit të janë falur mëkatet, apo ti thuash, çou, merr shtrojen tënde dhe ec. Por që ta dini se biri i njeriut ka autoritet mbi tokë për t'i falur mëkatet, i tha të paralizuarit, unë po të them, çou, merre shtrojen tënde dhe shko në shtëpi. Për një herë ai u ngrit, mori shtrojen dhe doli jashtë në sy të gjithëve. Kështu të gjithë u mrekulluan dhe i dhan lavdi Perëndis, duke thënë, kur nuk kemi parë diçka të tillë. Jezusi bashkë me dishepujt e tij u nisën drejt detit dhe nga pas vinte një turmë e madhe nga Galileja, Judeja, Jeruzalemi, Idumeja, nga përtej Jordanit, si dhe rrethinat e Tirit dhe Sidonit. Turma e madhe erdhi tek ai me të dëgjuar se sa shumë vepra po bënte. Atëherë ai u tha dishepujve të tij që të mbanin gati një varg të vogël për të, se mos e shtypte turma. Nga që ai kishte shëruar shumë njerëz, të gjithë ata që kishin sëmundje shtyheshin përpara për ta prekur. Më pas Jezusi u kthye në shtëpi dhe u mblodh përsëri një turmë njerëzish, aq sa ata nuk mundin as të hanin bukë. Kur e dëgjuan këtë të afërmit e tij, u nisën që ta ndalonin sepse thoshin, nuk është në vete. Erdhën nëna si edhe vëllezërit e tij dhe duke qëndruar jashtë, dërguan ta thërrisnin. Një turmë ishte ulur rreth tij dhe i than, shiko, nëna jote, vëllezërit e tu dhe motrat e tua janë jashtë duke të kërkuar. Ai u përgjigj atyre, kush është nëna ime dhe vëllezërit e mi? Dhe duke hedhur vështrimin nga ata që ishin ulur rreth tij, tha, ja ku janë nëna ime dhe vëllezërit e mi. Kushdo që bën vullnetin e Perëndis është vllai im, motra ime dhe nëna ime. Atë ditë, kur erdhi mbrëmja, u tha atyre, kalojmë në bregun tjetër. Kështu ata u larguan nga turma dhe e morën me vete Jezusin, me që ai tashmë ishte në varg. Me të ishin edhe varka të tjera. Ndërkohë nisi një stuhi e ashpër. Dallgët po futeshin brenda në varg, aq sa ajo po mbushej, por ai ndodhej në kiç duke fjetur mbi jashtëk. Ata e ngritën nga gjumi dhe i thanë, mësues, nuk merakosesh që ne po vdesim? Ai u zgjua, e qortoi erën dhe i tha detit, hesht, ndalo.
Era u qetësua dhe u bë një bunace madhe. Atëhere u tha atyre: "Përse keni frikë? Vazhdoni ende që të mos keni besim?" Ata u tmerruan dhe pyesnin njëri tjetrin: "Kush është ky vallë që i binden edhe era edhe deti?" Dolën matan, shkuan në Gjenesaret dhe ankoruan. Kur zbritën nga varka, Jezusin e njohën menjëherë. Njerëzit në për të gjithë krajinën nxituan dhe nisën t'i sjellin me shtroja të sëmurët kudo që dëgjonin se ishte ai. Ngado që shkonte Jezusi në fshatra, qytete apo në fusha, i sillnin të sëmurët në sheshet e tregut dhe i luteshin që t'i preknin qoftë edhe vetëm cepin e rrobës së tij. Dhe të tërë ata që e preknin shëroheshin. Jezusi pa turmën e madhe dhe pati dhe mshuri për ta, sepse ishin si dele pa bari. Atëherë nisi t'u jepte mësim për shumë gjëra. Pastaj erdhi një nga krerët e sinagogës i quajtur Jair. Kur pa Jezusin, i ra te këmbët dhe i lutej me ngulm: "Bija ime e vogël është në prag të vdekjes. Eja dhe vendos duart mbi të, që të bëhet mirë e të jetoj." Kështu ai shkoi me të, dhe një turmë e madhe po e ndiqte dhe po e shtynte Jezusin. Një grua aty kishte 12 vjet me fluks gjaku dhe kishte vuajtur shumë prej mjaft mjekëve. Ajo e kishte shpenzuar të gjithë pasurinë dhe nuk kishte përmirësuar as pak. Madje përkundërsi, ishte bërë më keq. Kur dëgjoi për Jezusin, ajo shkoi pas tij në turmë dhe i preku rrobën, nga që thoshte me vete: "Sikur vetëm rrobën t'i prek, do të bëhem mirë." Në atë moment, fluksi i saj i gjakut pushoi dhe ajo e ndjeu në trup se u shërua nga vuajtja që kishte. Menjëherë Jezusi e kuptoi në vetvete se prej tij kishte dalë fuqi. Ai u kthye nga turma dhe pyeti: "Kush mi preku rrobat?" Dishepujt i thanë: "Ti e shikon turmën që po të shtyn dhe thua kush më preku?" Por ai i the vështrimin përreth për të dalluar se kush e kishte bërë këtë. Atëherë gruaja, duke ditur se çfarë i kishte ndodhur, erdhi me frikë e dridhje, ra përmbys përpara tij dhe i tregoi tërë të vërtetën. "Bi", i tha ai, "u bëre mirë nga besimi yt. Shko në paqe dhe qofshe shëruar prej vuajtjes sate." Ndërkohë që ishte ende duke folur, erdhën njerëz nga shtëpia e kreut të sinagogës dhe i thanë: "Vajza jote vdiq, përse ta shqetësosh më tepër mësuesin?" Por Jezusi nuk përfilli çka u fol dhe i tha kreut të sinagogës: "Mos ke frikë, veç ki besim." Ai nuk lejoi askënd tjetër që ta shoqëronte përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, vllait të Jakobit. Kur hyrë në shtëpinë e kreut të sinagogës, Jezusi vuri re rrëmujën, të qarat e njerëzve dhe kujën e madhe. Pasi hyri, u tha atyre: "Përse po bëni rrëmuje po qani? Fëmia nuk ka vdekur, por është duke fjetur." Ata nisën ta përqeshnin, por ai nxorri jashtë të gjithë. Mori me vete baban e fëmijës, nënën e saj dhe ata që ishin me të, dhe hyri në vendin ku gjendej vajza. Pastaj e mori fëmijën për dorë dhe i tha: "Talitha kumi", që përkthehet: "Voglushje, po të them ngriu." Për një herë voglushja u çua dhe nisi të este. Ajo ishte 12 vjeçe. Nga kjo, ata u pushtuan nga një mahnitje pa mas. Më pas ai u dha urdhër të prerë që askush të mos e merrte vesh këtë gjë dhe u tha që t'i jepnin diçka për të ngrënë vajzës. Jezusi tha: "Me të vërtetë po ju them, kushdo që dëgjon fjalën time dhe i beson atij që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk i nënshtrohet gjykimit, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Me të vërtetë po ju them se po vjen një orë, madje tashmë ka ardhur, kur të vdekurit do ta dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë dhe ata që e dëgjojnë do të jetojnë. Mos u habitni me këtë, se po vjen një orë kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës, por ata që kanë bërë të këqija në ringjalljen e gjykimit. Biri i Njeriut
Do të dërgoj engjëjt e tij dhe ata do të grumbullojnë jashtë mbretërisë së tij gjithçka që shkakton mëkat, si edhe gjithkënd që bën pa udhësi. Ata do t'i hedhin në furrën e zjarrt, ku do të ketë të qara dhe kërcëllitje dhëmbësh. Atëherë të drejtët do të ndrinë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kushdo që ka vesh, le të dëgjojë. Mbretëria e qejve i përngjan një thesarit të fshehur në një ar, të cilin kur e gjeti një njeri, e mbuloi sërish. Pastaj nga gëzimi, ai shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen atë ar. Mbretëria e qejve i përngjan edhe një tregtari, i cili kërkon margaritar të zgjedhur. Kur gjeti një margaritar me shumë vlerë, ai shkoi e shiti tërë çka kishte dhe e bleu atë. Po ashtu mbretëria e qejve i përngjan një rrjetë të madhe të hedhur në det, në të cilën u grumbullua çdo lloj peshku. Kur u mbush, e tërhoqën në breg dhe pasi u ulën, i mblodhën të mirët në përhen, kurse të pavlerët i hodhën tutje. Kështu do të ndodhë në fund të epokës. Do të dalin engjëjt, do t'i veçojnë njerëzit e këqij nga mesi i të drejtëve dhe do t'i hedhin në furrën e ndesur. Në atë vend do të ketë të qara dhe kërcëllitje dhëmbësh. Teksa Jezusi po niste udhëtimin, një njeri mbriti me vrap, u gjynjëzua para tij dhe e pyeti: "Mësues i mirë, shtu e të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" "Pse më quan të mirë?" e pyeti Jezusi. "Askush nuk është i mirë përveç njërit, Perëndisë. Ti di urdhërimet: mos vrit, mos shkel kurorën e martesës, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero baban dhe nënën tënde." Ai tha: "Mësues, unë jam bindur të gjitha këtyre që nga adoleshenca ime." Ndërkohë, duke vështruar, Jezusi ndjeu dashuri për ta dhe i tha: "Një gjë të mungon. Shko, shit gjithçka që ke e jepu atë varfërve, dhe do të kesh një thesar në qell. Pastaj eja dhe më ndiq mua." Por ai u ngrys në fytyrë nga kjo fjalë dhe u largua i pikëlluar, nga që kishte shumë pasuri. Jezusi i hodhi vështërimin përreth dhe u tha dishepujve të tij: "Me sa vështirësi do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që kanë pasuri." Dhe dishepujt u çuditën nga fjalët e tij. Por Jezusi u tha sërish: "Bij, sa e vështirë është që të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Është më e lehtë që të kaloj një deve përmes vrimës së gjelbërës, sesa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë." Kështu ata u habitën edhe më tepër, duke i thënë njëri tjetrit: "E kush pra do të mund të shpëtohet?" Duke i vërejtur, Jezusi tha: "Për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse të gjitha gjërat janë të mundshme për Perëndin." Pietri nisi t'i thoshte: "Shiko, ne kemi lënë gjithçka dhe të kemi ndjekur ty." "Me të vërtet po ju them," tha Jezusi, "nuk ka asnjë që të ketë lënë shtëpinë, vëllezërit apo motrat, nënën apo baban, fëmijët apo tokat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marrë 100 herë më shumë tani në këtë kohë, shtëpi, vëllezër dhe motra, nëna dhe fëmijë dhe toka, së bashku me persekutimet, si dhe jetën e përjetshme në epokën që do të vijë. Megjithatë, shumë prej të parëve do të jenë të fundit, dhe të fundit të parët." Ata ishin rrugës duke u ngjitur për në Jeruzalem dhe Jezusi u printe. Këta ishin të hutuar, ndërsa ata që u shkonin pas ishin të friksuar. Duke i mbledhur afër përsëri të 12-tët, filloi t'u tregonte ato që do t'i ndodhnin atij. "Dëgjoni, po shkojmë në Jeruzalem. Biri i njeriu do t'u dorëzohet kryeprithërinjve e skribëve, dhe këta do ta dënojnë me vdekje. Pastaj do t'u lënë në dorë paganëve, dhe do ta tallin, do ta pështyjnë, do ta fshikullojnë e do ta vrasin. Dhe ai do të ringjallet pas 3 ditësh." Por ata nuk kuptuan gjë fare nga këto. Ato fjalë u ishin fshehur atyre dhe nuk merren vesh çfarë u thuaj. Mbasi i thirrri pranë 12 dishepujt e tij,
Ai u dha autoritet që të bonin frymërat e ndyra dhe të shëronin çdo sëmundje e çdo lëngat. Vini re, po ju dërgoj si dele midis uqërve. Prandaj bëuni mend të impret si gjarpërin dhe të pafajshëm si pëllumbat. Kini kujdes nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë për gjykata e do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Madje do t'u nxjerrin para qeveritarëve dhe mbretërve për shkakun tim, për të dhënë dëshmi para tyre dhe para kombeve. Por kur t'ju dorëzojnë, mos u merakosni se si duhet të flisni apo se çfarë duhet të thoni, sepse në ato moment do t'ju jepet çfarë të thoni, nga që nuk jeni ju që flisni, por fryma e Atit tuaj që flet përmes jush. Vëllai do të tradhtojë vëllan për ta vrarë e po kështu babai fëmijën e vet. Madje fëmijët do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i dërgojnë në vdekje. Do t'ju urrejnë të gjithë për shkak të emrit tim, por ai që do ta përballojë deri në fund do të shpëtohet. Kur t'ju përndjekin në një qytet, ikni te një tjetër, sepse me të vërtetë po ju them, ende nuk do t'i keni përshkruar tërë qytetet e Izraelit përpara se të vijë Biri i Njeriut. Mos u friksoni për atyre që vrasin trupin, por nuk mundi që të vrasin shpirtin. Më tepër keni frikë nga ai që është në gjendje ta shkatërrojë edhe shpirtin, edhe trupin në ferr. Nuk shiten vallë 2 harabela për 100 ark, e prap se prap, as edhe një prej tyre nuk do të bie për tokë pa miratimin e Atit tuaj. Por madje edhe flokët e kokës, juve ju janë numëruar të gjitha, kështu që mos u friksoni. Ju keni më tepër vlerë se shumë harabela. Prandaj gjithkënd që do të më pranoj para njerëzve, edhe unë do ta pranoj para Atit tim në qej. Por çdo që do të më mohoj mua para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim në qej. Mos mendoni që erdha për të sjellë paqen mbi tokë. Nuk kam ardhur për të sjellë paqen, por shpatën. Erdha ta ndaj të birin nga jati, të bijën nga ema, nusen nga vjerra. Armiqtë e njeriu do të jenë familjarët e tij. Ai që do baban ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ai që do djalin ose vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe kushdo që nuk merr kryqin e tij dhe nuk më ndjek, nuk është i denjë për mua. Çdo kush që e gjeti jetën e tij, do ta humbas, dhe çdo kush që e humbi jetën për shkakun tim, do ta gjejë atë. Ai që ju mirëpret, më mirëpret mua, dhe ai që më mirëpret mua, mirëpret atë që më ka dërguar. Cili do që mirëpret një profet nga që ky është profet, do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe çdo kush që mirëpret një njeri të drejtë, nga që ky është i drejtë, do të marrë shpërblimin e një njeriu të drejtë. Dhe kushdo që jep qoftë edhe vetëm një kup ujë të freskët njërit prej këtyre të vegjëlve, nga që ai është dishepull, me të vërtetë po ju them, ai nuk do ta humbas shpërblimin e tij. Ndërkohë që ai po lutej më vete dhe dishepujt ishin me të, ai i pyeti: "Kush thon turmat se jam unë?" Ata ju përgjigjen: "Gjon pak zori." Të tjerë thon Elia, kurse të tjerë se është ringjallur një nga profetët e lashtë. "Po ju?" i pyeti: "Kush thoni se jam unë?" Pietri ju përgjigj: "Mesia i Perëndis." Por ai i paralajmëroi dhe i udhëzoi prerazi që të mos ja thoshin askujt këtë, duke shtuar: "Biri të njeriut i duhet të vuaj shumë dhe të refuzohet nga pleqt, kryepriftërinjt e skribët, të vritet dhe të ringjallet ditën e tretë." Pastaj u tha të gjithëve: "Në qoftë se ndokush dëshiron të vijë pas meje, le ta mohoj vetveten, të marrë kryqin e tij për ditë dhe të më ndjekë. Sepse kushdo që dëshiron ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbas atë. Por ai që humbet jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë atë. Çfarë i vlen njeriu në rast se fiton tërë botën, por humbet a shkatron vetveten?"
Më pas i sollën sa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte. Por dishepujt i qortuan njerëzit që i prunë. Me të parë këtë, Jezusi u pezmatua e u tha atyre: "Lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë. Mos i ndaloni ata, sepse të këtillëve u përket mbretëria e Perëndisë. Me të vërtetë po ju them, kush nuk e mirëpret mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë kurse si në të." Pasi i mori në krah, ai vuri duart e tij mbi fëmijët dhe i bekoi. Mbërritën në Jeriko. Dhe ndërkohë që ai po dilte nga Jerikoja me dishepujt e tij e me një turm të madhe, Bartimeu, biri i Timeut, një lypës i verbër, ishte ulur buzë rrugës. Sa po dëgjoi se ai ishte Jezusi i Nazaretit, nisi të thërriste të thoshte: "Biri i Davidit, Jezus, ki mëshirë për mua." Shumë njerëz i thoshin që të heshte, por ai bërtiste gjithnjë e më shumë: "Biri i Davidit, ki mëshirë për mua." Jezusi ndali hapën dhe tha: "Thirreni." Kështu ata e thirrën të verbërin dhe i thanë: "O burra, ngrihu, ai po të thret." Ky e flaku tutje petkun, u çua vrik dhe shkoi tek Jezusi. Atëherë Jezusi tha: "Çfarë dëshiron që të bëj për ty?" "Rabuni," i tha i verbëri, "duhet të më kthehet shikimi." "Shkoj," tha Jezusi, "besimi yt ka shëruar." Në atë moment, atij i erdhi përsëri shikimi dhe nisi ta ndiqte Jezusin. Ndërmjet farisejve ishte një burr i quajtur Nikodem, njëri prej krerëve të judenjve. Ai erdhi natën te Jezusi dhe i tha: "Rabi, ne e dim se ti je një mësues që ke ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund t'i bëj këto shenja që ti bën, në rast se Perëndia nuk është me ta." Jezusi u përgjigj: "Me të vërtetë po të them, nëse ndokush nuk lindet prej së larti, ai nuk mund ta shikojë mbretërinë e Perëndisë." "Si mund të lindet një njeri kur është plakur?" e pyeti Nikodemi. "A mundet që të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës dhe të lindet?" Jezusi u përgjigj: "Me të vërtetë po të them, nëse ndokush nuk lindet prej ujit dhe prej frymës, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çfarëdo që është lindur prej mishi është mish, dhe çfarëdo që është lindur prej frymës është frymë. Mos u habit që të thash se duhet të lindeni prej së larti. Era fryn aty ku i pëlqen dhe ja dëgjon zhurmën. Por ti nuk e di se nga vjen apo ku po shkon. Kështu është gjithkush që është lindur prej frymës." "Si mund të ndodhin këto gjëra?" e pyeti Nikodemi. "Ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i di këto gjëra?" u përgjigj Jezusi. "Me të vërtetë po të them, ne flasim atë çka dim dhe dëshmojmë atë çka kemi parë. Mirë po ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Në rast se ju kam folur për gjërat që ndodhin në tokë dhe ju nuk besoni, si do të besoni po t'ju flas për gjërat e qiellit?" Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa që ai dha birin e tij të vetëm lindurin, me qëllim që kushdo që beson tek ai të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë për ta gjykuar botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Kushdo që beson në të nuk gjykohet, por kushdo që nuk beson, tashmë është gjykuar, sepse ai nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Ky është pra gjykimi. Drita ka ardhur në botë dhe njerëzit deshen e errësirën më tepër se sa drita, nga që veprat e tyre ishin të liga. Sepse kushdo që bën vepra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos dalin zbuluar ato që ka bërë. Por kushdo që e zbaton të vërtetën, vjen te drita që të shfaqen veprat e tij, sepse janë përmbushur nga Perëndia. Pas kësaj, Jezusi vajti me dishepujt e tij në fshatrat e Judes. Aty ai kalonte kohë me ta dhe pagëzonte. Po ashtu edhe Joni po pagëzonte në Enon pranë Salimit, sepse aty kishte shumë ujëra. Njerëzit vinin dhe pagëzoheshin. Atëherë lindi një diskutim mes dishepujve të Gjonit dhe një judeu në lidhje me pastrimin. Kështu ata shkuan te Gjoni dhe i thanë: "Rabi,
Ai që ishte me ty për te Jordanit dhe për të cilin ke dëshmuar, është duke pagzuar dhe të tërë po shkojnë tek ai. Gjoni ju përgjigj: askush nuk mund të marrë asnjë gjë të vetme, nëse nuk i është dhënë nga qielli. Ju vetë jeni dëshmitar për mua se thash: unë nuk jam Mesia, por jam dërguar përpara tij. Ai duhet të rritet, kurse unë duhet të zvoglohem. Ai që vjen prej së larti është për mbi të gjithë. Ai që është nga toka është toksor dhe nga toka flet. Ai që vjen nga qielli është për mbi të gjithë. Ai jep dëshmi për atë që ka parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Ai që ka pranuar dëshminë e tij ka pohuar se Perëndia është i vërtetë, sepse Perëndia e dërgoi dhe ai flet fjalët e Perëndisë, nga që ai nuk e jep frymën me mas. Ati e do biri, dhe të gjitha gjërat ja ka dhënë atij në dorë. Ai që i beson birit ka jetën e përjetshme, ndërkohë që ai që nuk i bindet birit nuk do ta shohë jetën, po përkundërsi, zemrimi i Perëndisë mbetet mbi të.